Kojshia, kje ti ma 1.000 denar. 500 ka 100 dhe 500 ka 50. Jo. Mirë, shkoj ka Ahmeti të shumë. Nuk është aty. Si? Nuk është aty, Ahmeti. Sa Ahmeti është punëtori ati, atë. O qërgjë sa duhet? Ti këtu ishe? Po, që shtrati të kompjuterat? Sa ta shoh? $20 denar. Shko se e marrën. Lemrat e se s'bojt shaka me arë. Hej, alamet burit e i kuftyra, mërë, si samafor. E ku që e verdi e shile, kështu. Nuk I le huje. Ku e mojë? Të pëlqen, ha? Do t'a shes. T'a shes për zotin, t'a shes sa e kam le. Realisht nuk duhet fitoj prej teje. E do? Nuk më duhet. Iku ko e armëve. Ne atë, mësja fut ko tani. Iku ko armëve. O sot janë të nevojshme, o kur s'kan qenë masë të nevojshme të sot. Kafe? Mundet, një të shkurë. Ne atë, realisht arma nuk përdoret vetëm për në luft, mërë bukë. Luft dije. Armikun e ke për balë, ti jem këtanë. Edhe lufton. Më thuaj, sot se qarë do bësh. A ke pa më në lajme se qëfar ndodhin? Kronika e zezë, të merë. Nuk mund të shikosh lajme. Filani vrau filani. Fisteku vrau tjetri sepse i mori një copë të fushës. Një tjetër e kështë vra gruan bra me pash. Njëri e kështë vra gruan në vesë sepse e kështë pa një taksi mërë burë. Imagino se shndodhë. U tërbua dynjaja. E po pse e ladronët dreqarë, apo e ke sa për të shqitë? Ja, ma le ato, për zotin nuk e kam për sa për të shqitu. Kam porositur, nuk ka porosit njëri. Po duhet të them se, si kur ta kesh për vendmbrojtja, ka që më të mirë, më burë. Ha? Ska. O cull, njëjt e ke. Dëvrau, apo e vrave, e pat puna jote. Ne atë më se thoi dyerë këtë fjallë. Ma mirë të qanë nëna ati, si sa të qaj nëna ime. Po imagino mërë burë, si që duke ndenjë në shpi, duke fletur. Ty na I duti brenda, qarë do I thua shti? Si që hynë këti mërë burë, këj si e ka emri, këj fqiu jonë. Kujt? Këj mërë burë këtu po shqirin. Shabanit, a hynë Shabanit. Si që ishte burë I dheu të flet me gruan e vetë, hëp, I dole na I dutet. Hajde më të themi se Shabanit I vodhë një 2-3.000, 5.000, 7.000. Po, hajde, me kohët do ta te kalon Shabani. Po, qarë do bën Shabani nga fjale që morën dhejë në mërburë? Ha, qarë do bën? Cilat fjale? Fjalet mërbur, fjalet të cilët e ende rreth e rrotull, që e kam parë, ai duhet kur kanë në shtëpi, e kam pa gruan e Shabanit me brek. Le mos u tall me këto muhabete pash zotin. Për zotin më nuk të vjen. Këto janë fjalet të cilët e ende rreth e rrotull. Le me këto muhabete se s'du të dëgjoj çfarë trillojnë njerëzit me hallet atij Gjorit. E pas kanë pa gruan e tij me brek. Baze edhe lakuri që kam pa kujdie. Ishte Stina e Verës. Mos ke qenë ti ai hajme. Ti lam këto fjallë pash zotin se baze fjalla mund të merë dhejnë edhe pas taj të vje Shabani do më vrasë se mendoj se vërteja kam parë gruan. Ne atë ku isha fjallën. Imaginoti, në qoftë se Shabani kishte ardhur dhe do ta kishte marrë një kështu. E kupton? Edhe nuk do I ndodhte kjo, sepse Shabani do e kishte numëruar 8 copa në bat. Tap, 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 tap.
Dhe sa do ishte rahat. Rahat, në burg. Burgu për burra është mërbur. Po është shmenë Shabani për fjalëve të cilët kanë marrë dhënë në mërbur. Më falë. Alo. Dëgjoj, jam tek internet kafeja. Po, tek interneti aty. Po shumë mirë. Sot luajmë ndeshja. Shumë mirë o burrito. Mirë. Hajde, do mundohem që të vi për një 5, për 15 minuta aty jam, më prit, ha? Po, erdha shumë mirë, hajde. Na, të lutem për një nder. Ka mundësi që ta lagët hekurin këtu për një 2 orë, sa të mbaron ndeshja, e ke parasysh nuk na lanë që të futemi brenda me këtë. Jo, mërë qëfar, vjen farë inspekcioni e nxerë të lashe pa lidhje. Të mërë burë, po gjithë gishtërinë të mi janë këtu, më burë. Që frikë keti, ja, po e lë me dorën time. Kështu që ti e pastër, ja, erdha, sa të mbaron ndeshja, kthehem, prit. A erdhe? Erdhe. Hava adaptova me punën e re. A kam zgjidhje tjetër. Çka ke? Asgjë. Nuk më dukesh mirë. Ku është ti më shpinë? 20 vjet jemi bashkë. Edhe frymë e di si merr.
Do më tregosh çfarë ke? Ku je, mo? Dil, mo? O ti djashtë. O drin me ty e kam. Të ka ble baba kompjuter. Jo, nanu më ka ble. Dil mar jashtë. Dil be jashtë. Dil jashtë. Nuk to, Dil mar jashtë. Dil jashtë. Dil jashtë. nuk to. Mirë more ju, çka është kjo puna juaj kështu? Shif Ahmet, Çka të shoh morë Nehat, çka të shoh, krejt i pash. vetëm pak lutem. E humb lojën edhe përplas tastaturën. Unë vetëm e friksova pak. Po dhe vetëm pak, normal. Kur është fëmija i huaj, pak ju duket. Rreh njëri këtu, rreh tjetrin në shkollë, nuk po ju dhimbse ta? Ahmet, ki kujdes që e të thonë. Mos i përzi punët pa nevojë. Po nuk po i përzi punët o Nehat. Dje kur erdë djali prej shkolle, tha ma ka fut mësuesja në shpull. Ose më sakt, gruaja jote. E po me siguri pa ashtu e si e ka fut. Ashtu, ha? Po! Ka bon diçka që e ka fut. Pyeti djalin tonë. Po, ha? Po! Në rregull? Mirë, mas ja është puna me të futme. Si? Mas ja puna me të futme, me të shkërdhyme, kollaj e ka me ta shkërdhe fshat grue. Dini jashtë! Dini jashtë! Për jashtë! Çfarë më thua? Nehat. O Nehat. Nehat. Hajde qu. Kur pas ke zbrit poshtë? S'kam dëgju.
Se mbeta vonë. I rre fëmijët ti. Qka? Fëmijët i rre. Për në nëzanësit e ke fjallën. Po, Unat, qëfar ke sot? A mos të shtanku ndë një prind ty? po. Prandaj nuk ndjesh mirë sot? Po, Edhe mbraunë nuk ishe mirë për të njëjtën gjë? po. Kush është tanku? Cili prind? Cili prind në atë se po më bën nervoz? S'është më e rëndësishme kush ka qenë. Nuk duhet t'i rash fëmijët. Po mirë çfarë të bëj me ta? Nuk mund të merrem vesh. Nuk duhet t'i ra, nuk duhet t'fjalose me ta, nuk duhet t'u vënë ato të dobta atyre. Po ty mbi kokë ata. Prit. Mos është babi i Drinit, Ahmeti. S'ka rëndësi kush ka qenë. Shkon punë, ec. Me siguri ajo është. Se djali i ti ka një javë që nuk vjen në shkollë. T'ka thënë gjë pse nuk vjen djali në shkollë? Jo, Mos jeni fjalos në gjë. nuk dua që Çka? njerëzit mendojnë me që nuk kemi fëmijë, nuk dim të sillemi me ta. Deri aty pas kam bri muhabeti, ha? Ashtu të thaj ty, ja? Jo. Nuk më tha ashtu. E po mirë, pse s'vjen Drini në shkollë? Nuk e di. As veta i kohët e fundit nuk vjen punë. E të shko. Jo, nuk shkoj. Me siguri e bëj me qëllim këta punë. Si? E pra shumë thjesht. Nuk e lën djalin të vinë në shkollë me pretekstin se ke shtrajtohet. Pastaj nesër pas nesër edhe mua më nxjerrin nga puna. Hajde. Po pse duket e çuditshme kjo punë ty? A nuk të duket skenari i njohur ky ty? A nuk ta bën të njëjtën gjë paracakosh ty? Po lere me mos më nervozo pa lidhje. Tjetër kush ma ka bërë mua? Tjetër kush, o zot, tjetër kush, thot. Po një mut mëre janë, një mut janë. Bile me taktika që përdorin duke se janë të njëjtit njerëz, fiks të njëjtit. E si su erdhi turp, mëre? Që në vend të në shkune e sollën studentin më dobët, që s'ka dit edhe kompjuterin të ndesë. A i kam bet me dhanë informatikë. Hec më shkon punë! E po ja nuk shkoj. Ta shofim se çfarë kanë me bë. Shkoj unë atër. Gjaxhi! Balkoni ti veta! Gjaxhi! Tastatura s'punon. Gjuje bomba. Gjuje bombën. Het, mo. Ona shki. Het. Vraj, obuda.
Një kuti cigare dhe një shkreps, lutem. Çfarë? Malboro. Të kuqe, të bardha, të kaltërta? Më jep një bos. Të fortë, të butë? Meri këta i kem atletë. Kusuri. Nuk fitohet pare të fletë, o Nehat. Kam pas krizë të madhe, more Nehat, me djalin. Kohët e fundit ankoj shumë. Më dhem kohë kam, mirën ment, jam i lodhun. Ata ditë që ishim këtu të këti që u fjallosëm. E pata të mjeku. Mjeku më thatë ja bëjmë analizat. Ja bë. Pastaj duhet të bëjmë edhe disa analizat tjera më të hollësishme. Dyshua mos të ketë ndonjë kancer, ndonjë tumor. Mendje prindi ma. Dhe mëra Nehat nuk i kam patur mend në kokë, derisa na arritën rezultatet përfundimtare. Dhe falë Zotit më në fund u vërtetua që nuk ishte ndonjë sëmundje e rrezikshme, vetëm sinus. Gjithsesi Nehat, sinqerisht kërkoj falje për atë ditë që u solla ashtu. E di, nuk ishte as pak njerëzore. Fëmija po t'i merr kament. E pas ke filluar edhe ti duhanin, a? Jo. E haroj dikush me. Merri. Faleminderit, Nehat. Për këta erdha. Mirupafshim.